Dashi. Sot, hapësira e limituar mes të kaluarës dhe të ardhmes ofron një ndjenjë reflektimi të thellë. Dita është e përshtatshme për të bërë paqe me veten dhe për të vlerësuar arritjet e tua. Në dashuri, përqafoni momentin dhe shprehni ndjenjat me sinqeritet. Partneri juaj do të vlerësojë këtë hap të guximshëm. Në punë, projektet e nisura do të kërkojnë vëmendje të veçantë. Mos neglizhoni detajet e vogla, ato do të jenë çelësi i suksesit. Financat mund të kërkojnë një rishikim strategjik, një plan i matur do të sjellë stabilitet. Doni kohë për qetësi dhe meditim, duke i dhuruar mendjes suaj një pushim të merituar. Në zemër të çdo veprimi, vendosni miqësinë dhe mbështetjen për ata që doni. Falenderoni vitin që po largohet. Demi. Sot mund të ndjesh një ndjenjë të thellë të përmbushjes, ndërsa përmbyll një kapitull të vjetër dhe përgatitesh për vitin e ri. Në dashuri, është një moment i mirë për reflektim dhe për t'i shprehur partnerit mirënjohjen që ndjen. Për ata që janë vetëm, një surprizë e këndshme mund të jetë në horizont. Në punë, përfito nga kjo ditë për të rishikuar arritjet dhe për të vendosur qëllime të reja, më ambicioze. Financat duken të qëndrueshme, por shmang investimet e mëdha sot. Energjia juaj pozitive do të jetë ngjitse për të tjerët, prandaj mos hezitoni të ndani buzëqeshje dhe fjalë të ngrohta. Lejoje veten të ëndërrosh madhështisht ndërsa sheh përpara drejt horizonteve të reja. Binjakët. Gjatë ditës së fundit të vitit, energjitë kozmike sjellin përqendrimin në marrëdhëniet personale. Një bisedë e ndjerë mund të pasurojë kuptimin dhe lidhjen mes jush dhe një personi të dashur. E rëndësishme është të dëgjoni me zemër të hapur. Në punë, sfidat e vogla kërkojnë vëmendje të veçantë, qëndroni të qetë dhe tregoni zgjidhje kreative. Financat mbase kërkojnë disiplinë shtesë, ndaj shmangni shpenzimet e tepërta për festa. Ndërsa reflektimet për vitin që po largohet sjellin nostalgji, lejoni vetes të ndjeni mirënjohje për arritjet dhe mësimet. Mbrëmjen kalojeni në qetësi duke menduar për synimet e ardhshme. Ju pret një vit i ri me premtime dhe mundësi të frytshme. Mbani besim dhe optimizëm në zemër. Daforia. Në këtë ditë magjike të fundit të vitit, zemra juaj pulson me energji të reja që ju ftojnë të reflektoni mbi periudhën që po lëm pas. Në dashuri, një bisedë e sinqertë me dikë të dashur mund t'ju afrojë edhe më shumë. Mos keni frikë të shprehni ndjenjat që keni mbajtur të fshehura. Ndërsa përgatiteni për vitin e ri, mendoni për projektet e punës që aspirojnë rritje dhe ndryshim. Interesat tuaja financiare duken të stabilizuara, por është e këshillueshme që të shmangni shpenzimet impulsive. Sot, lejoni vetes pak kohë për të medituar dhe për të krijuar një listë të prioriteteve, gjë që do t'ju ndihmojë të filloni vitin e ri me një zemër të qetë dhe mendje të hapur. Tregoni mirënjohje për gjithçka që është pjesë e jetës suaj. Luani. Sot, zemra juaj do të ndjejë ritmin e fundit të vitit, teksa ngjyrat e emocioneve përzihen. Në mjedisin profesional, qëndroni të duruar dhe dëgjoni me kujdes, pasi një mundësi e ardhur mund të shfaqet papritur. Financat tuaja janë në një fazë të qëndrueshme, por bëni kujdes me shpenzimet e tepruara për festimet e fundvitit. Në aspektin emocional, kjo është një ditë për të reflektuar mbi marrëdhëniet tuaja dhe për të vlerësuar ato që sjellin ngrohtësi dhe harmonizim. Mbrëmja sjell mundësinë për të kaluar kohë cilësore me njerëzit tuaj të dashur, duke ndarë momente që ndriçojnë shpirtin. Lejoni që ndjenja e mirënjohjes të jetë udhërrëfyesja juaj, duke ju çuar drejt një fillimi të ri plot entuziazëm. Virgjëresha. Në këtë natë të veçantë të vitit, energjitë kozmike të mbështetin për të reflektuar mbi rrugëtimin tënd. Zemra mund të ndjejë nevojën për të krijuar lidhje më të thella me të dashurit. Mos nguro të shprehësh ndjenjat, pasi sinqeriteti do të sjellë afrim dhe qetësi. Në punë mund të ndjesh një frymëzim të ri, duke të shtyrë drejt planeve të reja kreative për vitin që vjen. Kushto vëmendje detajeve financiare, një qasje e kujdesshme do të ndihmojë në ruajtjen e stabilitetit. Sot gjeje kohën për të ndalur dhe për të vlerësuar gjithçka që ke arritur. Një ngjisë mirënjohjeje do të mbush me lumturi. Kërko balancën dhe përfundoje vitin me një zemër të qetë dhe optimizëm për të ardhmen. Dëshorja. Në këtë ditë të fundit të vitit, ndihesh i mbushur me energji pozitive dhe dëshirë për të bërë ndryshime. Sot vendos që të kalosh kohë cilësore me miqtë dhe familjen, duke i kushtuar vëmendje atyre që i çmon shumë. Në sferën e dashurisë, lër që ndjenjat të rrjedhin natyrshëm dhe bëhu i hapur për biseda të sinqerta. Në punë mund të përfitosh nga ky moment për të planifikuar projektet që do të realizohen në vitin që po vjen. Financat janë në një fazë të qëndrueshme, por mos u trego impulsiv me shpenzimet për festat. Kushto vëmendje të veçantë intuitës që sot të udhëheq me mençuri. Akrepi. Në këtë ditë të veçantë, mendoni për të gjitha arritjet që kanë mbushur zemrën tuaj me krenari.
Sot do të jeni në qendër të vëmendjes mes miqve dhe familjarëve, duke përhapur energji pozitive. Në dashuri, është koha për të ndarë ndjenja të sinqerta dhe për të forcuar lidhjet me partnerin. Nëse jeni vetëm, mund të ketë një takim të papritur që do të zgjojë interesin tuaj. Në punë, një projekt që keni investuar kohë dhe pasion do të sjellë rezultate të këndshme. Financat duken të stabilizuara, por kujdesuni të mos shpenzoni më shumë se ç'duhet sot. Ndërsa viti i ri afrohet, reflektoni mbi të kaluarën dhe prisni me optimizëm mundësitë që shtrihen përpara. Gëzuar festat. Shigjetari. Sot është koha më e mirë për të reflektuar mbi vitin që po mbyllet dhe për të bërë plane për atë që vjen. Mund të ndjeheni të frymëzuar për të vendosur qëllime të reja, sidomos në fushën e karrierës. Një mundësi profesionale mund t'ju trokas, ndaj qëndroni hapur ndaj ideve të reja. Në dashuri, takimet e papritura mund të sjellin emocion të ri në zemrën tuaj. Doni kujdes me shpenzimet, sepse edhe pse festat janë plot shkëlqim, buxheti duhet të mbetet në kontroll. Shijoni kohën me miqt dhe familjen, pasi lidhjet shpirtërore ju japin forcë. Ndiqni zërin e brendshëm dhe mos e humbisni optimizmin që ju karakterizon. Shpirti juaj është i ndritshëm dhe dita e sotme është e mbushur me mundësi të pafundme. Britsjapi. Ndërsa viti i ri afron, ndjen një rrjedhë të re të energjisë që të përshkon. Në dashuri, është momenti i duhur për të shprehur ndjenjat që ke mbajtur brenda. Një bisedë e sinqertë mund të ndriçojë rrugën përpara. Në punë, përpiqu të përfshihesh më shumë në projekte që të nxisin kreativitetin. Rrugët e reja do të hapen nëse mbetesh i hapur ndaj mundësive të papritura. Financat duken të qëndrueshme, por qëndro i kujdesshëm me shpenzimet e tepruara. Një reflektim i vogël mbi arritjet e këtij viti do të të ndihmojë të vendosësh qëllime më të qarta për të ardhmen. Sot dëgjo zemrën dhe lejo që fryma e festës të mbush me gëzim dhe falënderim. Gëzoje çdo moment të ditës. Ujori. Në këtë ditë të veçantë fund viti, energjia kozmike të fton të reflektosh mbi vitin që po kalon. Në dashuri, bëhu i hapur dhe ndaje ndjenjat me partnerin. Një bisedë e thellë mund të sjellë afërsi të reja. Në punë, qëndro i fokusuar te projektet që ke përfunduar dhe lër hapësirë për ide të reja që mund të lindin pas pushimeve. Financat duken stabil, por është mirë të shmangësh shpenzimet impulsive në festimet e natës së ndërrimit të viteve. Intuitiv si gjithmonë, mund të ndjesh një frymëzim që të udhëzon drejt ndryshimeve pozitive për vitin e ri. Merr kohë për meditimin dhe falënderimin, duke tërhequr energji pozitive. Bëhu gati të përshëndetesh me vitin 2025 me zemër të hapur ndaj aventurave që presin përpara. Peshit. Në këtë ditë të veçantë të vitit të ri, ndjesitë e thella të zemrës do të ndriçojnë rrugën tënde. Hap zemrën ndaj dashurisë dhe mos hezito të shprehësh ndjenjat që ke mbajtur brenda. Në aspektin profesional, përcakto disa qëllime të vogla për të filluar vitin me energji pozitive. Mund të përballesh me disa vendime financiare, kujdes të mos investosh pa menduar mirë. Intuita do të jetë udhërrëfyesi yt më i mirë. Ndërsa mbrëmja afrohet, lër veten të kapësh nga muzika, arti ose një libër i mirë. Kjo kohë e qetë do të sjellë një sens harmonik për vitin që po vjen. Kujtohu të falënderosh për gjithçka që ke dhe të presësh me kuriozitet sfidat e reja që do të vinë.